Deri në vitin 2030, sipas OBSH, Europa parashikoi të vazhdojë të ketë një nga nivelet më të larta të duanpirjes në popullat, një tendencë veçanërisht shqetësuese te gratë dhe adoleshentët. Megjithatë, më alarmante është situata me cigaret elektronike. Roland Schuperka, ekspert i kontrollit të duhanit, në një intervistë për Vision Plus thekson se 14.3% e adoleshentëve në nivel evropian përdorin cigare elektronike. Ndërta, vajzat e moshës 13 deri 15 vjeç kanë shkallën më të lartë të përdorimit të duhanit në këtë grup moshë. Sipas tij, këto shifra janë edhe më të larta në vendin tonë. Niveli i përdorimit të cigareve elektronike është vërtet që është rritur dhe 14.3% e të rinjve në moshën 13-15 vjeç në nivelin evropian përdorin cigare elektronike. Ne jemi në nivelin diçka më të lartë. Schuperka thekson se për parandalimin e këtij fenomeni duhet të ndërmerren fushata ndërgjegjësuese që synojnë sensibilizimin dhe edukimin shëndetësor të rinjve. Këto produkte nuk do lejohen në mënyrë absolute që përdoren në moshën 18 vjeç. Del nevoja domosdoshme për të bërë fushata ndërgjegjësuese nga Ministria e Shëndetësisë në këtë grup moshë, në adoleshentë, me qëllim që mos të jenë të aksesueshëm që këto produkte mos të shihen nga shitset me pakicë që normalisht janë të ndaluara sipas ligjit shqiptar dhe në këtë drejtim njëkohësisht do të bëhet sensibilizim. Këto produkte janë të drejtuara dhe rekomandohen vetëm për personat që janë duanpirës mbi moshën 18 vjeç që nuk arrin dot nga duani. Përdorimi i duhanit tashmë shkakton mbi 1.1 milion vdekje nga sëmundjet të jongjitse në rajonin evropian çdo ditë. Në Shqipëri, prevalenca e duanpirjes ka qenë 39% në vitin 2000 dhe 38.8% në vitin 2024, duke treguar një ulje shumë të vogël.